Presidenti Amerikan Donald Trump ka reaguar pas lëshimit të raketave iraniane drejt Izraelit, duke i bërë thirrje Teheranit të ndalojë përshkallëzimin dhe të rikthehet në tryezën e negociatave. Në një intervistë për Fox News, Trump deklaroi se ende beson në mundësinë e arritjes së një marrëveshje me Iranin, pavarësisht tensioneve të fundit në rajon. Sigurisht që kjo nuk do të ndihmojë negociatat. Jemi shumë afër. Do të thoja se një marrëveshje do të nënshkruajë të hënën, të martën ose të mërkurën e javës që vjen, dhe tani kjo po ndodh. I qelluat raketat tuaja, mjaft, ktheuni në tryezë dhe bëni një marrëveshje, tha Trump, duke kërkuar nga autoritetet iraniane të rifillojnë bisedimet diplomatike. Presidenti Amerikan theksoi gjithashtu se ushtria amerikane është në gatishmëri pas sulmit raketor të Teheranit ndaj Izraelit. Sulmet e së dielës mbrëma shënojnë herën e parë që Irani lëshon raketa drejt Izraelit, që nga armëpushimi që i dha fund konfliktit SBA Izrael-Iran në prill. Teherani ja paraqiti veprimin si përgjigje ndaj zhvillimeve të fundit në Liban dhe sulmeve izraelite në Beirut. Ebrahim Razei, këshilltar i lartë i udhëheqësit suprem iranian, deklaroi se Irani kishte paralajmëruar vazhdimisht se nuk do të pranonte shkeljet e armëpushimit apo sulme ndaj Libanit. Nga ana tjetër, ushtria izraelite njoftoi se sistemet e mbrojtjes ajrore kanë interceptuar të gjitha raketat e lëshuara deri tani nga Irani. Sipas autoriteteve ushtarake, janë identifikuar edhe lëshime të tjera raketash, ndërsa mbrojtja ajrore vazhdon të neutralizojë kërcënimet. Një burim izraelit i cituar nga Reuters tha se Izraeli është i vendosur të kundërpërgjigjet ndaj sulmit iranian. Ndërkohë, një burim i lartë iranian deklaroi për agjencinë se çdo veprim ushtarak izraeli do të përballet me një përgjigje edhe më të fortë nga Teherani.